ka prova që në shumë koti të Durrësit janë të tërësuar vota nga një kandidat në kandidatet tjetër. Janë heqë zotit Kalaja dhe janë dhënë kandidatët tjerë. Tëri, pse Aulon Kalaja duhet ta bënte me partinë e Ballë Kombëtare dhe Legalitetit? Sepse Partia Demokratike nuk e ndihmoi. Që thash unë. Partia Demokratike siç nuk ka dha doktorit, nuk ja dha Aulon Kalas. Vulën në detyrim. Unë bëj pyetje sikur unë e di, po skuptoj arsye pse. Jo, nuk ta fal. Jo, habitem. Nuk ta. Po tani unë nuk ta fal ty dhe gjithë tjerë sepse akoma nuk keni kuptuar që aty më bëhet çfarë bëhet aty brenda. Edhe i bini anës gjë tash. Po themi të bëj anës më bien mund lulet ballë. Lulet ballë. Tani po do të vëmë pse dha. Nuk ja japim, nuk i duam. Jo, po nuk ja dha ta qartësojmë. Sepse ja të ndodhi kjo që kur të dalin këto që kanë marrë kandidatët PD-s mrena për mrena, Auloni nuk është kaq... Ku je zoti Berisha? Po ti ke vjedh votat njëri tjetrit. Me thënë ringritje serioze të PD-s së Bashkuar nuk pas. Po kjo është historia pra. Auloni e thot qartë. Kandidati që ka fituar, ndryshe nga doktori që thot është shpërndar, nuk po jap emra, nuk po i vë dikujt, nuk po drejtoj kishën dikujt se kush ma ka rëmbyer fitoren. Mua Auloni thot fitoria është e imja, Arjan Ndoja nuk ka fituar, por ka marrë votat e mia në mënyrë të orientuar, në mënyrë të sinkronizuar. Aulon Kalaja provoi si individ, si doktori, PS dhe PD-ja në kas bashkuan votat e rrëzuan Aulonit, tha je individ, nuk e drejta ndihmosh ti, ndihmon partia. Mori ballin kombëtar ndim Auloni, tha kasi as balli kombëtar është parti, por nuk ka kandidat. Mori partinë e Legalitetit që kishte një kandidat dhe shënuar Aulonin aty kandidat, që legjitimoi ankesën.